ju keni bërë një betejë politike, dhe këtë betejë politike partia juaj e përdori, jo në kuptim në keq për ju, po e përdori në atë kohë. Dhe mbasi ju mbaruat ndëshkimin, është një opinion që kjo betejë e juja politike nuk u vlerësua nga partia juaj. Shiko, unë besoj, jo besoj, po do më thënë është faktike që në rastin e dënimit tim ka pas pothuajse një konsensus pasiv. Pra në çdo studio nuk apo nëpër media rrallë ka pas njerëz të cilët po themi ti kanë dhënë të drejtë vendimit të imponuar gjyqësor apo manipulimit me vendimin gjyqësor. Pra shoqëria ka qenë thuajse po themi në blok kundër dënimit për këtë çështje. Dhe për këtë unë po themi kam falënderim për cilin do që e ka bërë. Edhe Partia Demokratike dhe opozita, pra jo vetëm Partia Demokratike, por edhe po themi kryetarët e partive të vogla që nuk kanë dakordsi me të gjithë. Kanë pasur po themi të njëjtin qëndrim dhe ka qenë rasti vetëm ku gjithë opozita ka reaguar për një çështje për një çështje gjyqësore. Pra po them gjithë edhe partitë e tjera të vogla. Kështu që ka pasur një po themi një sintoni të gjithë aktorëve shoqëror dhe i dakordsi që kjo është një çështje e cila është po themi montuar politikisht dhe bëhet për shkak për ta kthyer këtë në një dënim politik, po themi, për arsye të akmarrjeve personale të Ramës dhe Xhafës dhe të politikës. Dhe Partia Demokratike pa diskutim që ka bërë po themi pjesën do ta përmend Xhafa e dini që është në politikë dhe ka qenë sekretari i rinisë në kohët të komunizmit dhe shumë i ashpër. Ka qenë edhe hetus, i denoncuar nga individ për tortura. E di, dhe ai sot është në parlament, ai sot është bën ligjet, ai sot se këtë nuk e thot njeri më, dhe prandaj them unë që këtu është kështu, po duhet vim ditë tjetër për të folur gjatë. Ti ke këtu historia sepse sot është kthyr represive dhe drejtësia. Dhe këtu ka një gëzim për çdo gjë që hyn burg. E pesh këtu prej këtij, sepse po ja lën njeriu që është i zi, që nuk ngopet duke i marrë me dar mishin një gruaj aty që denoncon në Kruj. Ai është aq i zi sa do të prodhoj vetëm një situatë ku gjithë këtu, sepse ashtu është mësuar, ashtu është diplomosur. Ai nuk del dot jashtë vetes. Ashtu të qëndron, e kupton? Ora kanë malësorë të shprehë, nuk del njeriu jashtë lëkurës. Prandaj shoqëria i merr edhe izolon këta. Kështu që dhe vjen të pyetja tjetër, mendoj që Partia Demokratike dhe shumë kolegë që i falenderoj që kanë qenë shpesh po themi për shkak të statusit të deputetit kanë qenë shpesh në takime në burg pothuajse në mënyrë të përjafshme kanë mbajtur po themi një qendrim dinjitoz në këtë rast.